Shtëpia e Bardhë ka kërkuar një njojë të plotë, të sinqertë dhe të drejtë të fakteve për sa i përket masakrës së armenëve gjatë luftës së parë botërore, duke shmangur përdorimin e fjalës genocid. Dennis McDonald, sekretari i përgjithshëm i Shtëpisë së Bardhë, dhe Ben Rhodes, këshilltari i presidentit amerikan Barack Obama, takuan përfaqësues të komunitetit armen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të folur për 100 vjetorin e masakrës së vitit 1915. Ata nënvizuar rëndësinë e këtij rasti për të nderuar 1.5 milion persona që humbën jetën gjatë periudhës së tmerrshme, theksoi ekzekutivi amerikan, duke bërë her pas here përsëritje fjalësh dhe duke mos përmendur në asnjë rast fjalën genocid. Këshilltarja e presidentit Obama për çështjet e sigurisë, Susan Rice, u takua me ministrin turk të punëve të jashtme Mevlut Çavuşoglu në vizitën e tij në Washington dhe e inkurajoi për përmirësimin e marrëdhënieve mes Ankaras dhe Armenisë, si dhe për fillimin e një dialogu të hapur në Turqi për masakrat e vitit 1915, sipas një komunikati të Shtëpisë së Bardhë. Gjatë fushatës presidenciale të 2008-s, Barack Obama, në atë kohë senator, e përdori fjalën genocid, por nuk e përdori më kurrë që prej ardhes në Shtëpinë e Bardhë.